kërkesë kuvendit për... Kjo mbetet për të parë. Për momentin që ne flasim, kemi një ndryshim drastik, pra kemi veprën penale të korrupsionit, sepse zoti Rama dhe mazhoranca socialiste e refuzoi autorizimin duke thënë që nuk mund ta lëshonte zonjën Balluku për shkak se akuza ishte shkelje barazisë në tendera dhe kjo nuk e pengonte SPAK-un që ta hetonte në gjendje të lirë, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh që tashmë nuk është përpara akuzës së shkeljes së barazisë apo abuzimet me tenderat e rrugëve, por është përpara dy akuzave të tjera, siç është korrupsioni dhe pastrimi i parave. Flasim tani, ndalemi tek një ngjarje tjetër e rëndë që ka të rënditur mbar opinionin publik, një ngjarje që nisi si një operacion policor në Maliq për kapjen e një të shumë kërkuari dhe që përfundoi me një bilanc tragjik ku një efektiv policie mbeti i vrarë dhe një tjetër i plagosur që tani momentalisht ndodhet i shtruar në spitalin e traumës dhe po merr trajtim mjekësor. Klodi, do doja të pyesja çfarë dihet më shumë rreth këtij operacioni policor, pra si nisi dhe si u arrit deri te përplasja me armë. Është një ngjarje tragjikisht shumë e rëndë, është një tjetër zyrtar policie në detyrë i cili ka humbur jetën në krye të detyrës. Vetë fjalë për Enea Mekollin, oficer i Shqiponjave në drejtorinë e policisë së Qarkut Korç. Duhet kemi parasysh që ditën e djeshme policia e Korçës, sepse ka edhe zonën e Maliqit, ka marrë një informacion që njëri nga të shumë kërkuarit Violent Braçellari, i cili ishte dënuar për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve dhe normalisht ishte në kërkim nga ana autoritete, fshihen në një zonë të thellë të Maliqit, një zonë malore, atje ku ai jetonte përgjithsisht ose takohej me nënën e tij, ndërkohë që duke qenë se kishte qenë ish ushtarak me profesion, kishte njohuri shumë të mira për armët e po ashtu mbante edhe qenë për të kontrolluar zonën. Dhe në këto momente, sipas raportimeve të deritanishme, por unë do të ngrej disa pikpyetje në lidhje me këtë ngjarje, sepse për fat keq ne kemi humbjen e jetës si një efektiv i policie dhe nga ana tjetër një efektiv tjetër që ndodhet në spitalin e traumës dhe që urojmë dhe shpresojmë t'ia dalë për shkak të plagëve që ka marrë me armë zjarri. Është hartuar sipas policisë një plan operacional dhe forcat shqiponja janë nisur në drejtim të zonës malore dhe të zonës së thellë atje, ku ishte edhe stani ku qëndronte Violent Braçellari dhe në momentin që kanë shkuar aty, ai me sa duket për të shpëtuar arrestimit, ka qelluar në drejtim të tyre duke lënë të vrarë Enea Mekollin dhe duke plagosur Edison Adrin, i cili aktualisht sikur të thash është tek trauma. Kjo është një ngjarje e rëndë, duhet thënë, dhe pse ngrej unë disa pikpyetje. Së pari. Dhe këtu dua të ndalem. A kishte informacion policia rreth autorit, pra se si a ishte i armatosur, i përgatitur, profilit të tij, rrezikshmërisë, i kishte shpëtuar disa operacione dhe nga ana tjetër një episod tjetër dhune në vitin 2025. Atëherë bëhet fjalë për një personazh i cili është ish ushtarak, i dënuar sikurse thash me 10 vite purgim, patjetër një personazh me prirje të theksuara kriminale dhe po ashtu me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Dhe një nga pikpyetjet që unë kam ngritur që në momentin e parë që kam mësuar lajmin është pikërisht për këtë. Së pari, nga kush u mor ky informacion, së dyti, a pati një hartim të saktë dhe të qartë, një plani të posaçëm operacional dhe a do duhet të ishin dërguar forcat shqiponja në këtë aksion apo duhet të ishin njoftuar forcat e posaçme operacionale apo Renea, të cilat janë edhe të përgatitura për të bërë ndërhyrje të tilla. Dhe për më tepër në zona malore, në orët e para të mëngjesit, aty ku në fakt jo e gjithë zona mund të jetë nën monitorimin e policisë, sepse normalisht personat të cilët kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore, janë të armatosur e tjera me radhë, zgjedhin të gjitha mënyrat dhe normalisht edhe reagojnë me armë. Kështu që në këtë aspekt do duhet ketë një hetim dhe përgjegjësi institucionale dhe zoti Hita, por edhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore duhet të kryejë një hetim të thelluar. Së pari, drejtori i policisë së Qarkut Korç patjetër do duhet ishte larguar me dorëheqje në mënyrë të menjëhershme, sepse ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë dhe nuk ka ende një shpjegim se cili është plani i posaçëm operacional, pra ku shkohet në një aksion, në një farë mënyre krijohet profili i personit që është në kërkim, rrezikshmëria që paraqet, numri i forcave që duhet shkojnë në operacion, si do të ndërhyhet, çfarë do të ndodhë në një plan bërë nëse reagon me armë e tjera me radhë. Dhe në rastin konkret nuk më rezulton që të ketë patur një plan të detajuar të kësaj natyre, çka do thotë ka nevojë për përgjegjësi institucionale. Së dyti, duhet kemi parasysh që policia e shtetit nuk mund t'i çojë policët si mish për top për të vrarë. Dhe kjo është skandaloze dhe kjo është një thirrje për zotin Hitaj që duhet patjetër të ketë struktura të posaçme dhe do duhet që për raste të tilla mos lëvizin punonjësit e policisë pra shqiponjat, por të lëvizin
punonësit e forcës posaçme operacionale apo forcat Renea, të cilët janë të pajisur me armatim të rënd, të cilët kanë antiplum, të cilët kanë kokor ose... Efektivët nuk ishin as jelek antiplum me vete. Si shpjegohen këto mangësi, qofte edhe në planifikim të operacionit, qofte edhe në ekzekutim? Ndaj thash që ka nevojë për përgjegjësi institucionale, na informojnë se zoti Tare sapo la ambientet e